Unë mendoj që ka ardhur koha që mandatin deputeti ta shofi si një kontratë martese me qytetarët. Pra çfarë ndodh kur një bashkëshort... Është e rrezikshme nëse është si kontratë martese. Po, kur një bashkëshort e shëm kontratën, del jashtë kontrate, ti e zgjidh. Edhe në rastin konkret, do dy partitë e mëdha kanë 34 vite që vetëm e shëmbin kontratën. Vetëm e manipulojnë. Pra, populli sot duhet vendos që kjo kontratë është e drejtë, është e tura, apo këta e kanë shkel kontratën dhe ne duhet ndajemi një herë për gjithmonë nga këta. Pra, sot ka nevojë për një kasë të re politike. Ajo që të dy partitë e mëdha... Si duhet të jetë kjo klasa e re politike? Duhet të jetë e papërlyer politikisht, e papërfshirë në afera, apo kur ka pikpyetje se ku do të shkojnë mandatet e saj që do të akumulohen? Unë do të flas për atë që përfaqësojnë nismën e koalicionit Shqipëria Bëhet. Unë e shoh këtë gjë dhe gjithë ekipi që mandatet tona nuk bashkohen me të vjetrën. Pse? Sepse ne besojmë te gara. Kjo është dhe arsyeja që ne kemi djegur listat e mbyllura. Në dy partitë e mëdha u bën bashkë e mbyllën garën. Dhe dalin dhe na ironizojnë prindrit tanë që dikush i ka dhe nuk i ka, që i ka në moshë dhe thonë kanë futur baballarët listat mbyllura. Po, i kemi futur se është e vetmja garanci prindi për fëmijën, jep dhe jetën po tjetë nevoja. Pra, sot ne flasim për një mandat, për një kontratë që qytetarja jep për 4 vjet dhe kryeministri apo lideri i opozitës e shef si një marrëveshje që është pa afat. Marrëveshja është me afat dhe është vetëm për 4 vjet. Nëse ti në këto 4 vite nuk i përmbahesh ti programin që ti ke deklaruar, zotëri e ke mbyllur marrëveshjen në muaj, është konkretisht si një martesë. Nëse një bashkëshort del jashtë kontratës, martesa prishet. Ha diskutim tjetër, do të ftojmë për tematika sociale për të diskutuar. Ndërkohë, po, ta mbarosh një logjike që kisha. Sepse me që Rezari ndërhyri dhe bëre një parashtrim të kësaj çështje. Atëherë, besoj këtu bijemi dakord të gjithë që demokracia është numra. Që kur është krijuar sistemi i demokracisë mbi të gjitha janë numrat, apo? Ne mund të flasim shumë, mund të themi shumë programe, por në finale vendosin numrat. Rezarti, duke qenë se është jurist dhe është marrë me këtë punë, e din mirë që... Frima që të çonë këtë numri. Numri është rezultantja e diçka që ti ke... Dhe numri është matësi i asaj që ti ke prodhuar gjatë kësaj kohe. Atëherë, Rezart, ekuacionin gjithmonë në fund ka një barazim dhe është rezultati. Çdo ekuacion ka një barazë çfarë. Dhe në qoftë se do i largohesh produktit përfundimtar, atëherë nuk e bër asgjë. Askujt nuk i duhen fjalët, në qoftë se nuk ka një produkt konkret. Që do të thotë? Kjo është kontraktim. Partitë politike nuk kanë këtë objektiv. Partitë politike kanë një objektiv tjetër. Cilin kanë një objektiv? Atëherë, objektivi një partie politike është po të marrim të lexojmë ligjin, literaturën, çfarë doni ju. Nga do ta them me fjalë mia. Formësimi i vullnetit. Që do të thotë formësimi i vullnetit nuk është detyrimisht numër. Në fund është numër. Jo, në fund është numër për ta ushtruar, por për ta formsuar. Unë shkoj ke Alba dhe i them Albës, Alba dëgjoj. Ky shtet do të ndërtohet në këtë formë. Fakti që unë nuk e ndërtoj do të vetë, nuk do të thotë që unë Albën nuk e kam formsuar politikisht. Ideja është, partia politike ka një objektiv, që thotë shkoj, ke një stres caktuar qytetarës, ke gjithë stres të qytetarëve dhe thotë, zotëri dashur, shteti shqiptar ka nevojë të formsohet në këtë formë. Pastaj, produkti që është produkti politik në parlament, jep ti mundësinë që këtë formësimin, përveç se teorik ti ta kthesh në praktik. Po, patjetër pra se... Pra, për formosën ligjore. Atë që ti e shpreh si vullnet politik, ta kthesh në vullnet ligjor. Eksakt, po të shi dëgjoj Rezart se tani mos rrëshqit me fjalë. Po të them, në fund qeverisë ai që ka 71 vota, bim dakord tuve? Po mund qeverisin dhe 3 persona që kanë... Po për 71 pra. Çrëndsi ka, po më dëgjoj se edhe po e thua dhe po kundërshton pa ditë përfundimin. Sot, me këtë sistem që kemi, që është sistem parlamentar, se nuk e kemi si që e ka Amerika, ku kemi prezidencial, sistemi parlamentar të kushtozon që duhet të kesh 71 vota që të vesh në jetë atë programin që ne kemi. është shumë? Ose mund të kesh edhe 69 vota dhe ta detyrosh qeverinë të miratojë ca ligje që ti do. Unë do të them të qeverisim Rezart tani me fjalë. Kjo që po bën është një lloj fjalësh që sjepas si produkt. Unë po të them, sot duhen 71 vota dhe ti si jurist dhe ke postulatës nuk qeveris dot, por nuk patë 71 vota, nuk bën qeverin. Seancën e dytë parlamentit ti nuk e bën dot. Okej. Bile sa seancën e parë se nuk zgjedh dot kryetaren e kuventit. Bijem dakord se duhen 71 vota. Duhen 71. Dhe po i rreshkitëm kësaj fjalie, gjithë të tjerët janë, si thosh, propagandë përballë qytetarëve dhe nuk i themi të vërtetën.
Se kështu është sistemi të Shqipërisë, për rëshkitu nuk ka kuptim. Atëherë, mbaroj. Atëherë, përsa i përket saj, ju thatë shemje sistemi, dhe unë jam plotësisht dakord, paktën bim dakord që ndryshimet që janë bërë, kanë qenë të kushtëzuara. Sot kemi 12 vite që kemi Ramën. Dhe si që nisi Alba në fillim, kjo ka ardhur dhe për pasojë që opozita nuk ka gjetur. Si një ndryshimi ishte kushtëzuar? Po një sekond. Mbyllja e listave? Dëgjoj. Mbyllja e listave si ishte e kushtëzuar? Jo e kushtëzuar të Ramën. Se kemi përpara mbylljes së listave, kemi, nëse e kujtohet, pranimin e shuarës së koleksioneve dikurshëm të vitit 2013, partive. Cilën ju kishit mundësi ta kërkonit në 26 korrikë, nuk e kërkuat. Jo, edhe kryetari ju isha atëherë në Komisionin e Legjitjeve dhe nuk e kërkoi. Po, jo. Absolutisht. Nëse kemi kërkuar se ne kemi thënë që ose shkojnë në listat të hapur, nuk ka nevojë fare për ndryshim kushtetues. Po të më pyes është personalisht, jam dakord që nuk duhet kishe listë mbyllur, duhet të ishte 100% hapur. Te kam shprehur edhe përpara. Jemi përballë këtij fakti rrezë. Nuk është qendrim partjak. Do të thonë, ne nuk konkurrojmë vetëm si individ në zgjedhje, ne konkurrojmë si profesionist, se po më ndërhyrë politike. S'do e kuptosh as ti, s'do e kuptojnë as qytetarët. Apo se po ndërhyjmë kështu s'kuptojnë asnjëri. Atëherë, ne jemi në këtë situatë, nëse do të qahemi se çfarë kemi bërë nga viti 90 deri në vitin 2025, kjo nuk i sjell asnjë produkti pozitiv qytetarëve që duan bëjnë ndryshimin. Këtu votues të koalicionit ton apo dhe përfaqësues tuaj, nuk i sjellin produkt. Në finale për ne e thash, ne, nëse do të vazhdojmë të merremi me njëri tjetrin, do të çojmë ujë tek burimi i Ramës. Kjo është 100%. E vetme gjë që unë pretendoj në këtë moment edhe nga ju, është që ne, kundërshtarin ton politik, armikun kryesor këtij vendi kemi Ramën. Dhe atë çfarë po bën Rama? Pastaj mbrapa, siç dhe ju e thatë, në moment që kemi numrat që të bëjmë gjërat bashkë me 71, 75 apo 80 vota, secili do kushtozojë nesër në qeverisje apo në vendimarrjet e parlamentit votat e veta për të marrë atë që dëm. Kjo është e qartë dhe nuk besoj që ka fare diskutim. Kemi një diferencë, kjo pikë. Ka një diferencë për arsye sepse kur thua produkti është ligji. Dhe një personi vetëm, një deputeti vetëm në parlament mund të propozojë një ligj shumë cilësor.